Dituria dhe emrave të Allahut subhanahu wa taala, për emrat e Allahut dhe cilësitë e tij, bjell edukat dhe turp në zemrën e besimtarit ka shi Allahut subhanahu wa taala. Imam Ibn Qayyim al-Jauziyja thot që njeriu nuk ka mundësi të jetë besimtar i mirëfillt nëse nuk i ka këto dy gjëra, sjelljen e mirë, edukatën e mirë, edhe turpi. Përfitohen përmes njohjes së Allahut subhanahu wa taala. Këto përfitohen, sjellja e mirë, edhe turpi, friga, pastaj që mu turpru për Allahut azza wa jall, se Allahut është sheh, Allahu e di. Andaj edhe besimtarët e tjerë pra më i kujdesshëm gjatë sjelljes së tij, gjatë lëvizjeve të tij. Do të jetë me edukat të lartë, do të jetë i sjellshëm qoftë me njerëzit, se nuk i hyn në hak atyre, qoftë me Allahun subhanahu wa taala, qoftë ndaj vetvetes së tij. Sepse ka turp për Allahut azza wa jall. E kjo arrihet vetëm përmes 3 gjërave. Nuk arrihet ndryshe. Përmes njohjes së Allahut, përmes emrave të Allahut azza wa jall, cilësive të tij. E dyta, përmes njohjes së dispozitave të Allahut, halalit edhe haramit. Pra, këtë që për njohë, dashni përmes emrave të cilësive të Allahut, të shohim se çka na ka ndaluar dhe çka na ka urdhëruar ky Zot. Edhe e treta, përmes gatishmërisë të përfiljes së urdhave të Allahut azza wa jall. Sa je i gatshëm ti me zbatu fenë Allahut subhanahu wa taala, aq do të kesh turp edhe afërsi, edhe edukat edhe sjellje me Allahun subhanahu wa taala.